Është shumë e rëndësishme që Shqipëria të vazhdoj proces reforme në drejtësi i cili është gjithëpërfshirës, efikas dhe që duhet përfshirë këtu dhe besimi i publikut në sistemin e drejtësisë dhe ka nevojë natyrisht edhe për politika koherente dhe serioze për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit me vendosmëri dhe me aksione pra të vendosura për hetimin, për ndjekjen penale, por natyrisht edhe në fund fare për dënimet që duhen dhënë dhe është thelbësore për të vazhduar për të përmirësuar efikasitetin dhe pavarësinë e administratës publike për respektim i plot i legjislacionit, gjë e cila duhet siguruar për sa i përket edhe lëvizjeve të personelit. Pra është shumë interesante që të investosh në vende si Shqipëria, por ama klima e biznesit dhe kushtet duhet të jenë të atilla që të kombinohen me aspiratat apo interesat e investuesve të huaj. Dhe natyrisht që kjo ka lidhje të drejt për drejt me sundimin e ligjit në vend, me pavarësinë e gjyqësorit e të tjerë. E curinë e reformës së drejtësi, unë do t'i referohesha fjalës komisionerit që është shumë e rëndësishme cilësia e procesit, sigurisht për ne, jo për Bashkimin Evropian, por për ne është rëndësishme dhe shpejtësia. Kështu që ne jemi shumë besimplot që procesi i reformës së drejtësi është cilësor dhe i shpejt. Ashtu si kundër jemi besimplot se në vjesht ne do t'i japim komisionit në dorë gjithçka të plotësuar lidhur me të 5 prioritetet, nëse i referohemi detyrave të shkruara. Dhe për këtë, unë i kërkova komisionerit që procesi të jetë i qëndrueshëm dhe i parashikueshëm dhe të mos kemi shtesa kati rrugës, por brenda kornizës përcaktuar bashkërisht, Shqipëria të jap rezultatet një sipas detyrave të përcaktuara.